Nderuar shikues e Shkodra Sport, jemi në emisionin numër 60 podcastit ton. Do të jemi me një figurë të njohur të futbollit shkodranë dhe shqiptar. Njëri që ka kontribuar jo pak për vllaznin, por edhe për kombëtarin shqiptar në vite. Ish kapiteni i vllaznisë Ervin Beqiri. Beqiri, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Gjergji. Na mungoni disi sepse keni zgjedhur të jetoni jashtë vendit, në Kanadan e largët, por gjithsesi jeni i pranishëm her pas here, edhe me mendimet e dhëna në media, në shkruar apo televizive, në lidhje me ecurinë e vllaznisë kombëtare shqiptare. Ju mungon futbolli shqiptar? Patjetër, Gjergji, ndoshta fizikisht nuk jena këtu prezent, por mundohem ta njeku sa më shumë nëpërmjet informimeve, televizionit, rrjeteve sociale, për pas edhe updatimin gjithmonë rreth ngjarjeve të kampionatit shqiptar. Patjetër që më mungon, por ndoshta shpresojmë një ditë të rikthehemi të jemi përsëri pjesë e komunitetit sportiv këtu, fizikisht. Gjithsesi, sa herë që jepet mundësia për të ardhur në Shqipëri, gjithmonë pranë fushave të blerta, pranë stadiumeve, sepse duket që aty është zemra juaj. Po, ajo pjesë, në atë pjesë e kemi kaluar jetën më shumë Gjergji, sepse pasioni, dëshira e madhe që ne kemi pas që është fillimet tona ka qenë gjithmonë fusha futbollit, pa topi. Dhe është vështirë që të na ndahet nga pjesa e jetës kjo gjë. Pak larg, por kur vini dhe e shihni që ju kujtojnë, ju vjen mirë që keni lënë pas një emër të mirë ndoshta? Patjetër që na vjen mirë, sepse sa herë që vim, takojmë shokë e miq, dashamirës, tifozat që na kujtojnë madhe kontributin tonë që na kena dhënë në vite. Më është mirë, i falenderoj gjithë ato dashamirësit, sportdarësit për fjalët e mira gjithmonë që na thonë, që na kanë përkrahur gjithmonë dhe jena mirënjohës vazhdimisht domethënë për pjesën e mbështetjes që kena pas. Ndjeni i plotësuar nga ana sportive, por ndoshta jo ajo e trajnimit, sepse e la pak shpejt pas në Shqipëri. Është vërtet, ishte një zgjedhje e lehtë ndalimi nga Shqipëria, por gjithsesi në pjesën e trajnimit jam munduar që të jem aktiv që me fillimet e mia në Akademinë e Vllaznisë, pastaj tek kombëtare moshave. Dhe mendoj që dhe në fund pastaj me ekipin e Tërbunit, tek ekipi i parë, ishte një eksperiencë jo e keqe, shumë e mirë e vlefshme. I mban mend hapat tuaj të parë tek futbolli? Patjetër. Sigurisht ndoshta atëherë ka qenë koha që ndoshta nuk i mujt me fillu shumë herë, siç e fillojnë sot për shembull 5-6 vjeça, sepse s'ka pas ekipe moshash në atë periudhë, por mbaj mend që kam filluar dikon tek mosha 11 vjeç, 12 vjeç, pak vonë, por e fillova sepse prindërit mi ndoshta ishin fokusuar më shumë për të pjesa e artit të drejtoheshin, por pasioni im, dëshira ime ishte pjesa e sportit, e futbollit. E sigurisht ato mbështeten, përkrahen, domethënë në mund vazhdimisht domethënë që të ndjek atë pasionin. Më fillova me ekipin e pionierëve të vllaznisë atë ka qenë, me trajner Ismet Hoxha, pastaj mas 2 viteve kalova tek Paratrit, me trajner të një Artan Moshati, që pastaj aty fillume ndoshta edhe me atë seriozitetin pak më të madh, sepse bëu fjalë për një ekip me ato nuancat e profesionalitetit, pra sepse edhe trajneri Boshati ishte shumë i përkushtuar, e vjen nga ekipi i Trigës si Zemrec, ai ishte edhe për një eksperiencë e parë si trajneri i parë në ekipin e moshave. Aty fillova domethënë duke kuptuar që duhet
bëhet diçka seriozisht, duhet marrë diçka seriozisht, duhet marrë me këshillat e tij si trajner. Dhe ishte i fillimi që fillova duke sakrifiku seriozisht për futbollin. Pa shkuar tek vazhdimësia e karrierës tuaje sportive, por ditët e para kur shkuar në shtëpi, dirësitë ndoshta ndonjë event edhe i gërmisht diku me gjak, çfarë mendohen për Interit, që ta ndoshta kishin dëshirë të ju fokusonin tek arti. Të falë çfarë të duhet futbolli apo pavarësisht se nuk isha pjesë e futbollit me ekipet e mosha, unë vazhdimisht luja në përlagje edhe shpesh herë shkosha i damtum në shtëpi, i gërdhishtun me trauma që masha nga loja që zhvillohesha. E normalisht as si prind nuk ka qef me pa fëmin në atë gjanje, por më mundoheshin me më këshillu për me pas kujdes nosa. Por asnjëherë domethënë te kjo pjesë lëre futbollin ose merrem me hart, domethënë nuk kam pas këto probleme. Sigurisht tani e kuptoj se ndoshta atëherë kam qenë i vogël, e kuptoj që ata ndoshta kanë pas synime tjera, por fëmin duhet ta lësh, domethënë të zgjidhë një herë edhe rrugën vet ku ka qef dhe ku ka pasion me shprehjet e aftësitë e veta. Kështu që ato më lanin me shpreh atë dëshirën time, pasionin tim. Dhe sigurisht ata prindë mi edhe kur isha pjesë e vllaznisë, domethënë ose pjesë kombëtare sa herë që u dëmtosha, u vrasha, domethënë ke kujdes mos e fut këto merakoj prindit. Eliminoj këto goditje, këto duelet e këto, prindi është prind dhe normal që është më vazhdueshëm, por a diçka që të jep kënaqësi. Shpresoj që ti edhe unë besoj që i kam dhënë edhe prindërit mi kënaqësi. Përmendet para trinj, aty ku ndoshta filloi të spikas emri juaj, por në fakt ne që jemi edhe bashkëultar të karrierës tonë sportive, në fillim ju kemi njohur Elvin Muçiçi. Pastaj më vonë u fokusua tek mbiemri Beqiri dhe ai atë keni edhe sot. Është e vërtet. Babai ndim e ka njohur gjithmonë si me emrin Muçiçi, dhe pavarësisht se ne kemi pasën pasaport Beqiri, se ne vim nga një shqiptar të Malit Zi që kanë emigruar si shumë shkodran që janë sot, domethënë që kanë ardhur nga ose si qynë për Gëjqajt që kanë ardhur në Shkodër, por ne jemi shqiptarë, po atjetër nuk, por ato vite patën në shime mjemrash dhe ne na vunë mjemrin Beqiri, dhe por ne vazhdimisht dhe akoma sot kësaj dite ne na njohin si Muçiçi, pavarësisht se letra figurojnë Beqiri dhe mund të ishin gjithmonë Muçiçi. Dhe bile majman unë kalova me ekipin kombëtar të U16 vjeçarëve. Dhe ishte grumullimi i parë atëherë dhe pas disa ditëve ne kishim një aktivitet në Itali. Dhe zëvendës trajner ishte Agim Media, trajner ishte Mejid Axhiu në Rum, shumë në Rum. Por Agim Media njifte shumë mirë sepse shkodrar kishte gjithmonë aty afër meje dhe sigurisht ai Muçiçi njifte si Muçiçi dhe e patllon listën, domethënë emrin tim, emrin edhe emrin trajner Mejid Axhiut. Mejidi pastaj procedurave që kalojnë federat për të bërë listën për të ikë në Itali. Dhe pastaj kur morën atë kalimin që dhe një ditë ose 2 ditë para, më thojnë duhet me pru letër njoftimin që duhet me paraqitë me bata procedura që bëhen gjithmonë, sa atëherë ka qenë edhe kohë tjetër. Dhe unë jep letër njoftimin dhe kur më thetë për reagimi, ç'është kjo? Letër njoftimi, tham, mi emri Beqiri? Po, a nuk e kemi Muçiçi?
Po një njohin si muqi që marrë djali, po ti ki marrë vetin qafë, unë e kam thënë mi emrin që njohin gjithë, domethënë unë se kam ditë që ti e ke Beqiri. Kështu që domethënë Do të shkojë në Itali apo? Jo, unë nuk shkova, sepse ishte shumë vonë për të ndëshu lista dhe për të bërë këto lëvizje dhe për domethënë me iku një eksperiencë atëherë normal që ishte diçka madhe që të shkosh në Itali për me luajt me ekipet italiane atje, por mrapa pastaj në çdo gjë u gadit i kishim aktivitete të tjera mrapa. Kemi shkuar në Greqi, kemi shkuar në Izrael, kemi bërë aktivitete të tjera, po ky mjemër ngaherë më ka sjell probleme. Dyzim mbi emërsh, por dyzim edhe pozicionesh, sepse keni luajtur edhe në sulm, keni luajtur edhe në mesfush për të përfunduar pastaj më vonë në mbrojtje. Është e vërtet, Gjergj, sepse unë kam filluar si sulmues ose mas sulmuesit si numër 10. Kam qenë në rregullshënuesit më të mirë si me paratrit, si me trit, pra me moshat. Dhe po ashtu unë kalova në ekip parë si sulmues, por duke ditë që ekipi parë kishte emra shumë cilësor, si Nani, Gjahysa, Martini, Mushlaku atëherë, volumi, po ashtu si i ri që filloi duke pas paraqitje të mira, por për mua ishte ndoshta e pamujtëm për të zënë një vend titullarin. As nuk e mendoshta me zënë, paktën me marr disa minuta si i ri që isha. Dhe pastaj me kalimin e viteve më ndjej presidenti atëherë Meftar Qela u afru, bë pjesë e ekipit dhe gjithmonë vit pas viti ai filloi të zgjodhte lojtarët më të mirë që ishin në Shqipëri më të atëherë për Loshin, pa të rikthyer Ron Miloti nga Tirana, pa të marrë Romeo Haxhiu nga Polonia. Është shumë lojtar cilësor në atë pozicionin tim dhe pastaj u bë shumë e vështirë për mua. Dhe mas disa një periudhë shkurt, bënin ndryshimet e trajnerëve dhe afrohet trajneri i ekipit parë, Enderumi Ndjeri Zarragami, dhe Zani kishte njek me ekipet e moshave dhe pak a shumë i ditë edhe cilësitë si kisha, por ishte një periudhë që ne nuk kishim lojtar, ishim të damtuar në krahun e majt atëherë dhe po më provon si mesfushor, si mbrojtës i majt. Sepse unë nga që i përdorsha aty dy kamp të saj edhe nuk e kisha problem me lujt edhe në këtë majt. Dhe fillosha duke lujt, pavarësisht se ajo ditë që nuk ka pozicioni, po ai kishte besim që mund ta basha këtë pjesë, nga dëshirja e madhe për të lujt. Pavarësisht se unë dëshirën e madhe kisha me lujt në pozicionin tim, fillova duke lujt aty, duke ambientuar dhe gradualisht u ambientova. Dhe pastaj me ikjen e trajnerit Ragami erdhi përsër Deda Haxhi Osmanović, ishte e vitit që dolme edhe kampion dhe aty vazhdova përsëri të luja në atë pozicion. Dhe gjatë kampionatit, fillimit e kampionatit, po ashtu kishim probleme damtimesh, kartonash dhe një ndeshje nuk kishim mbrojtësa, stopera. Dhe mbaj bet që më tha Deda, këtë ndeshje do lush stopera. Se lushi me Lusin, Lusnia kishte dy sulmuesat normal të mirë, Artanbano dhe Elezi. Dhe keme lujt me Banën, thote, një për një, ku të shkojnë në banë, kemi shku dhe të dhe pavarësisht se hub me atë neshje, unë bana një neshje shumë të mirë, ishte pa besueshme për mua që po shkosha aq mirë në neshje. Dhe masajna prej asaj neshjes me Lushnjën, unë kam lujt vetëm stopper, mbrojtës i lirë dhe kemi qenë një ndër mbrojtjet më të mira atë vit me Luan Zmiani dhe Oltjan Osmanin dhe patjetër që me mendimin edhe gjithë ekipit.
Por me të vërtet kemi bërë një kampionat shumë mirë dhe unë në falë paraqitjeve të mira që kishin këtë rol të ri, unë fillova duke shkuar te kombëtarja U21 dhe pas shumë pak kohësh, domethënë punë një muaj ose 2 muaj me thirrje edhe kombëtarja madhe, atë Ndjeri Delzhega ishte pjesë e kombëtarës dhe në një ndeshje miqësore që bëra me Turqinë në Gaziantep me thirrje, po fatkeqësisht nuk kam luajtur atë ndeshje sepse i ditë para po dëmtohen Kavilje, edhe ishte e pamujtur ajo Kavilja. Për Sardinja atje më tha nuk pa rrezikojnë sepse kanë thjesht një ndeshje miqësore, nuk kanë ndeshje jeta vdekje, pavarësisht se për ty është shumë e rëndësishme si ndeshja e parë dhe grumbullimi i parë me kombëtaren e madhe. Edhe nuk aktivizova, pastaj gradualisht fillova edhe me pjesën e kombëtarës. Kalon disa etapa, por tek ekipi i parë i Vllaznisë, në çfarë vitit jeni ofruar? Në viti 1997 ishte viti i rrëmujave, na jeta shumë pak me trit dhe masi Me trit ishte Ismet Hoxha? Ismet Hoxha, që bënë disa rotacione trajnerësh, profesor Ismeti kaloi nga Pionierët, kaloi tek ekipi i trive, zavancisht e luan Vokatana. Dhe u bane këto lëvizje që u bashin gjithmonë para çdo sezonit, para nga një grup lojtarësh nga trit, ata ma cilësor kaloshin tek ekipi i parë. Edhe ekipi i parë kishte nevojë sepse ikin disa lojtarë, fillon rrëmujat dhe por riformatohet përsëri ekipi. Përsër atëherë ka qenë përsër Serdedja. Edhe unë nga ky grupi i trive kalova tek ekipi i parë, pavarësisht se unë kisha moshën me lut edhe me trit, kalova më herët. Pa bëj 17 vjeç, 16 vjeç kam kalu. Atëherë kanë qenë fillimet e mia para, domethënë në atë pjesën e metit të kampionatit që unë ndërpre në 97-ën ishte grumullimi i parë me Vllaznin dhe ndeshja e parë me Vllaznin ka qenë ndeshja me Shkumbinin. Lut dikon të 10 minuta, 15 minuta dhe ka qenë me emocion i jashtëzakonshëm për mua. Realisht keni qenë edhe pjesë e suksesit në vitin 98 kur Vllaznia doli kampion, por jo si protagonist i parë. Po, isha pjesë e ekipit dhe patjetër edhe pjesë e suksesit të Vllaznisë në atë vit, ishim gjithë shkuadron. Dhe shumica ndeshjeve 1-0. Është e vërtet sepse ne kishim me tamam një ekip shumë mirë, tanë shkondran, tanë djenë përgatitën dhe ishte shumë vështirë atëherë për të luajtur jashtë Shkodrës, sepse ishin rrëmujat, ishte vështirësia shumë e madhe. Dhe si rrjedhoi, domethënë ne ishim të kënaqur me një rezultat minimal, domethënë kryesori ishte që ta fitoshim ndeshjen, marrshim me 3 pikë dhe prandaj ndoshta kemi marrë shumë ndeshje 1-0, sepse ndoshta kemi bërë gol dhe jemi mbrojt për ta rritur. Edhe kjo është aftësi. Patjetër. Kishim ekip me një ekip shumë mirë. Jo protagonist kryesor tek titulli kampionit 98-s, por tek titulli kampionit 2001-shit keni qenë një nga njerëzit më të rëndësishëm të atij suksesi. Dhe për fat keq i fundit i Vllaznisë kampione. Po, fatmirësisht isha pjesë atij ekipi me shumë emra, me shumë kualitet. Ishte i vit që ndoshta pak kujt jam mori mendje që ne po shpallshim kampion sepse filloi me disa ikem lëvizje, lojtarësh me eksperiencë, domethënë dhe fillimi ka qenë me lojtarë të ri. Kemi qenë shumë lojtarë të ri. Patjetër disa lojtarë me eksperiencë, po kur filluam me fazën përjetore në Cetin, kemi qenë shumica lojtarë të ri. Dhe prandaj edhe ndoshta ishte jo ne, po opinioni ishte ndoshta skeptik se ne do të shpalleshim kampion, por atëherë siç e thash Ndjeri, presidenti atëherë ishte Meftar Qela, kishte ambicie çdo vit për ta shpallur ekipin kampion dhe afroi lojtar cilësor. Atë vit u rikthy Sinani nga Kroacia,
morën durën nga Tirana, Bylik Bashi nga Elbasani, Oltjan Osmani poashtu nga Elbasani, pra u afrunin disa. Asim Gjokovic erdhi nga Tuzi, nga Botoçnosti, ku kishte luajtur atje me ekipet cilësore në Malzi. Erdhi Patushi, erdhen... Pastaj në fazë 2 u bë ekipi edhe më i mirë, sepse erdhi Patushi, erdhi Lici, erdhi Martini, pra nga ekipet tjera, pra u forcua akoma më shumë ekipi dhe patjetër krijoi edhe i farfrijet në tek kundërshtar, këto figura, këto emra, por më mend që kemi bërë ndeshje me një nivel fantastik, me një pavarësisht se ne kemi pas edhe mbështetjen e shumë tifozave, jo vetëm në Shkodër, po edhe jashtë Shkodrës. Kemi pas shumë fusha vështira për të fituar, por ne ja kemi dalë, sepse ishim bindur, fitu me një farë sigurie, të futi besimit edhe me ashtu siç e thash, me ardhin e këtyre lojtarëve që në fazë 2 pra u bë një ekip shumë i vështirë për të mujt. Dhe ishte bukur të festoje në atë stadion të mbushur plot për plot titullin kampion me skuadrën e zemrës, me skuadrën e qytetit tënd? Gjergji, unë e kisha mbru për me thënë më mirë, një situatë tillë, një fitim titullit, pavarësisht se unë isha shpallur kampion në herë parë, po hera e dytë ishte diçka ndryshe, sepse isha më shumë kontribues se sa herën e parë. Dhe ma stadium neshën e fundit me kundër Peçinit, shkumbinit, ishte pa imagjinueshme, gjithë tyrat ishin gëzuar, sikur ne kishim fituar Champions League, jo një kampionat. Sepse Vllaznia nuk ishte hera parë që fitohte kampionatin, kështu që ishte për mua paktën ishte diçka që s'ka më me heka asnjëherë nga mendja, njerëzit në rrugë, edhe një javë mbrapa, i muaj mbrapa, i shihse njerëzit lumtur, të gëzuar, ishte një gëzim i pamas. Dhe janë gjëra që nuk të heken kurrë nga mendja, Gjergji, këto momente. Dhe çfarë thoshte familja? Sepse përveç gëzimit fitore, besoj që filluan të shkuan në shtëpi edhe markat e shpërblimeve apo rrogat e majme të djalit të tyre. Që është e vërteta, Gjergji, ajo që ishte më rëndësishme për familjen time ishte, ajo që unë isha i lumtur për të bërë, për atë pasionin tim, pastaj gjëra tjera, i kaloshin plan dytë, ajo që ishte më kryesorë për familjen time ishte që unë isha i lumtur për atë që më bësha. Pastaj këto pjesë tjera, pak kishin rëndësi, sepse kryesorja është djali i tyre të jetë i lumtur dhe të bëjnë atë që ka qef me bë. Por diçka edhe për mua që paktën jam mundu mas mi zhgënjy me atë pjesën e zgjedhjes time që kam bë dhe besoj se ja kam rrit. Një tjetër gëzim që besoj e mbani ende gjatë mend është 29 marsi i vitit 2003, Shqipëri-Rusi në stadiumin Loro Buriç plot për plot dhe Elvin Beqiri ndeshja e parë si titullar me kombëtarë shqiptare, një ndeshje perfekte dhe për më tepër në një fitore 3-1 që ka mbetur në kujtesën e gjithëve. Është e vërtet, Gjergji, unë isha dhe pjesës para kësaj ndeshje, unë isha pjesë e kombëtarës, por jo si titullar, nuk kisha luajtur asnjë ndeshje, më përpara si titullar me ekipin kombëtar. Ndeshja me Rusi ishte ndeshja e parë që kam bë. Dhe sigurisht kanë qenë emocione shumë të mëdha, sepse ndoshta ka qenë diçka e papritën për mua, sepse gjithë opinioni ndoshta pritte që të aktivizohet dikush tjetër që kishte marrë eksperiencë,
sidomos kundër një ekipi si Rusia me emër botnor. Dhe kur trajneri Brigel pa të thënë që bano gati një ditë para, domethënë bano gati se do lush nesër. Unë qatë javës unë kam qenë i dëmtuar me kavilje dhe 2 ditë nuk kam pas të vidje as pak me ekipin, sepse unë kisha kaviljen e ajën dhe 2 ditë para ndeshjes bana pak me ekipin dhe një ditë para ndeshjes pastaj kemi bërë këtë në Shkodër stërvitje. Bana komplet stërvitjen me ekipin dhe duke më pa që trajneri duke më pa që unë isha mirë në stërvitje dhe po nepsha atë gjana që unë jepsha më përpara sepse e njifte si lojtar arriti domethënë që të napte besimin që të lusha këtë ndeshje kaq e rëndësishme për vendin tonë, për kombëtaren në qytetin e linjës tënde që kisha fillu hapet e para të futbollit, ishte diçka e pa imagjinueshme. Kishe dridhje këmbësh, rrahje zemre në momentin kur dole në fush? Gjegje, emocionet me të thonë që s'kam pas, po gënjej, po emocionet ndoshta ishin të lidhura me atë besimin, me besimin që unë do jap më atë mirën tjetër në këtë ndeshje dhe ashtu doli. Emocionet ndoshta kanë qenë në momentin që e ardhjes e autobusit në stadium, patjetër kisha emocione sepse akoma nuk e besoshe, domethënë që ndeshja ime e parë do ishte në stadiumin Loro Boriçi. Dhe kalunin shpejt ata emocione, sepse u do të mu Po që është e rëndësishme në fakt për një futbollist të largosh sa më shpejt emocionet. Patjetër, ishte edhe një përgjegjësi sepse kur beson diçka duhet ta justifikosh. Prandaj edhe mendimin e shokëve të ekipit domethënë që më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë lojtarë me eksperiencë që ishin atëherë me Strakoshin, me Glitarin, me Hasin, me Rakullin e me shumë figura të tjera. Domethënë në shumë besim si lojtar i ri që isha. Dhe me mbështetjen e tyre domethënë m'ia dolme. Në opinionin sportiv pa qarkulluar një tip batute që presidenti Meftaçela, ish-presidenti i njëri Meftaçela ka insistuar shumë, edhe në federatë, ndoshta edhe te kombëtarja që duhet kishte me domos një shkodrar në formacion në ndeshje edhe pikërisht ju. Njëri Meftaçela ka qenë një ndër njerëzit kryesorë që më ka mbështet për kalimin tim në kombëtare. Patjetër insistote duke pa që nuk kisha arritje në ekipin e Vllaznisë dhe insistote nëpërmjet lidhjeve që kishte njerëzve miqve, domethënë që jo se është lojtari i ekipit tim, po është me të vërtetë domethënë diçka që vlen për kombëtarin, domethënë e meriton, pra insistote vazhdimisht sepse ishte shumë e vështirë për qoftë edhe për të shkuar për një grumullim si lojtar i ri, por insistote vazhdimisht dhe unë jam sepse në ato vite preferencë ishin lojtarë që luan jashtë Shqipërisë. Pikërisht, domethënë edhe sot domethënë me atë ide trajneri Silvino shkon sepse dihet niveli jashtë është shumë më e manel se sa ne, por edhe tek ne kishte lojtarë shumë cilësor dhe unë jam mirënjohës domethënë ish-presidentit Meftaçela i ndjerit për mbështetjen që më ka dhënë vazhdimisht domethënë dhe ai kishte domethënë nëpërmjet jo vetëm me, po atij boshti që kishte tek ekipi Vllaznisë që ta çote shumë përpara, edhe ndoshta ai më thotë me shaka që edhe me marrë një ofertë e madhe nuk të largoj nga ekipi sepse kam edhe projektet e mia domethënë edhe me ty me lojtarë të tjerë që ishin cilësorë ato vite, pra
vetëm ndaj ofertë shumë e mirë, por nuk që e shkruar që ai të vazhdojë domethënë atë planet e projektit që kishte. Me që jemi tek kombëtarja, e niset me Rusinë ndeshjen e parë si titullar dhe pastaj 47 ndeshje me fanellën Kuqezi. Cilën vlerësojnë ndoshta ndeshjen tuaj më të bukur, që kanë ndonjë më shumë presa? Ndeshja më e bukur ato që mohen mend nga publiku. Gjëja janë ndeshja me Rus, por sidomos ndeshja me Grekt, që ka hyrë në histori. Fitore 2-0 ndaj kampionët e Europës. Mas 2 muajsh për të mujt kampionë e Europës, domethënë nuk i ishte shku mendja asnjëri. Këto besoj janë ato ndeshjet që mohen mend, por mendoj që unë kam bërë ndeshje tjera cilësore, pak në aspektin personal, kam bërë ndeshje cilësore, ndeshja mas Rusisë, mas 4 ditësh me Irlandën, për shembull, kur ndamet 0-0, unë kam luajtur ndoshta edhe më mirë se me Rusët, jo vetëm unë, por gjithë ekipi, sepse të lush kundër Irlandës në ato vite, domethënë ishte sikur të lushe me një skuadër Premier League, sepse ishin gjithë lojtarë me emër Premier League, me Robbie Keane, me Damien Duff, O'Shea, që luajnë Manchester United, Shay Given, Newcastle, kishte yje. Dhe me të vërtetë ne kemi bërë një ndeshje dhe e kemi dominu. E kemi dominu dhe një ndër ndeshjet e cilësore që për mua ka qenë ajo ndeshje me Irlandën. Thatë që Indieri Musaqira ju thoshte shpeshherë që nuk do të largohesh nga vllaznia, por ndarja e tij nga jeta dhe ndryshimet që son tek vllaznia bën që në vitin 2003 pastaj të largohesh edhe ju nga vllaznia. Për të nisur një rrugtim jashtë vendit, fillimisht në Ukrainë. Po, me vdekjen e meftarit, situata u bë shumë e ndjerë, shumë e rëndë në aspektin psikologjik, sepse të mbasësh presidentin e klubit nuk ishte e lehtë për ne lojtarët, për qytetin, përgjithësi, sepse ishte një humje e madhe për klubin, dhe pastaj gradualisht ata ofertat më kishin ardhur më përpara, që kur ishte meftari gjallë, por siç e thash, meftari nuk kishte dëshirë që të mlinte të shkoja, dhe pastaj nëpërmjet menaxherëve më kontaktunin dhe mendova pse jo, sepse dihet që kampionatet e tjera janë më cilësore në aspektin profesional, do të kishin ndihmuar shumë dhe bëna një zgjedhje që mendova për të vazhduar pjesën e experiences me sportin, karrierën time jashtë vendit. Dhe normal që nuk ishte e lehtë, por diçka që duhet ta marrë përsipër, domethënë çdo futbollist, jo vetëm unë, por çdo futbollist kur vjen një ofertë për të rritur atë më shumë atë performancën në një kampionat huaj. Shkuat në Ukrainë 23 vjeç, pastaj në Rusi, Izrael. Ishte vështirë të adaptoheshe me ndryshimet e nivelit kampionatit, të mënyrës së pjesës apo shumë gjëra tjera? Nuk ka qenë shumë e vështirë, sepse hera parë gjithmonë është vështirësia më e madhe, kurse pastaj herë tjera i mësohesh dhe për mua nuk ka qenë e vështirë nga Ukraina kur kalova në Rusi, pastaj në Izrael, pastaj përsëri në Ukrainë, pastaj mbrapa në fund shkova në Azerbajxhan. Nuk kam pas vështirësia më e madhe ka qenë vetëm momenti kur kam shkuar në Ukrainë, sepse ishte një kampionat i panjoftën për mua, pavarësisht se unë e njihsha Ukrainën si pjesë e Bashkimit Sovjetik, domethënë Bashkimi Sovjetik ka pas ekipe të mira, si kombëtare apo klube. Atë një ori kisha për pjesën e linjës, por që njihsha ata ekipet kryesorë, Dinamo Kievit,
Shakhtar Donetsk, kurse Metalurga e Donetsku shumë pak ato 2-3 vite kishte që po fillote dhe po lute në arenën europiane, po lute në për grupet këto kualifikuese sepse para se të shkoja unë kishte luajtur një vit para me Werder Bremen, Gjermanisë, por ishte skualifiku, por kishte i farë emrit, kishte pa në ato vite, kur shkova ne. E pastaj çdo gjë u bë normale, rutina e një sportistit, çdo gjë për mua u bë thjesht. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Çdo vend jam mundu me lënë ato pjesën e cilësisë teme si lojtar. Jam mundu kam pas mbështetjen patjetër e çdo stafit që kam pas nëpër ekipe. Dhe besoj se kam dhënë fare shenjë në ato ekipe që kam luajtur. Por rikthyet pas 5 vitesh, në vitin 2008 në Shqipëri dhe në Shkodër, për qenë sërish pjesë e një suksesi tek Kupa e Shqipërisë. Si çdo futbollist, gjëgji edhe unë pata ato problemet me dëmtime. Ishte periudhë shumë e vështirë për mua. Pothuajse nuk kam luajtur gati një vit nga një dëmtim që u dukte i lehtë, por nuk rezultoi i tillë. Zgjati më shumë se u parashiku dhe si rrjedhoi me ta pa luajtur gati një vit. Dhe mu me marrë kontrata në atë periudhë me Metalurgën dhe sigurisht unë isha akoma i dëmtuar. Natyrshëm klubi nuk e pa të arsyeshme që rinovote kontratën, sepse isha i dëmtuar. Dhe nuk doja të shkoja të vazhdosha karrierën për shembull në ekipe tjera pa marrë veten edhe i herë sepse isha i dëmtuar. Edhe mendova të rikthehesha te Vllaznia sepse ishte vetmi ekip që do të më hapte dyert për të ndihmu, për të marrë veten, për të rikuperuar dhe për çdo gjë tjetër. Dhe për këtë jam falendërues presidentin të atëhershëm zotit Valder Fusha, që me kënaqësi do të pranoi atë idenë që i thash kështu. Dhe ai me besim plot pavarësisht se unë nuk kam luajtur një periudhë gati 3-4 muaj kur erdha, unë lusha pak, pa nuk isha pjesë e formacionit ose për të lënë një kontribut ashtu siç e patallon më vite më përpara te Vllaznia, por me shumë punë, me shumë përkushtim u riktheva. U riktheva në atë vit, siç e thatë edhe u fituam edhe Kupën e Shqipërisë. Dhe ishte i kënaqësi e madhe, pavarësisht se nuk isha pjesë, domethënë aktive, sepse unë luajta shumë pak me ekipin atë kampionat, por ishte kënaqësi e madhe domethënë që fituam atë kupë, shumë meritume. Duke mundur të janë 2-0 në Elbasan. Me të vërtet një ndeshje shumë mirë atë ndeshje, me merit plot e kemi fituar atë ndeshje dhe atë kupë. Pastaj gradualisht filloi në faza përjetore për të përgatitur për ato ndeshjet e Europianit, domethënë ndeshjet që bëme me Koperin, Tanjeri u ndryshuar dhe përsër Aglim Canej. Pastaj aty fillova duke marrë edhe veten, por kam punuar shumë për të rikthyer me pjesën e grupit kryesor, dhe u riktheva përsëri, tek pjesa e lojtarit titullar, por edhe në kombëtare, sepse në shtator atëherë ishte trajneri kombëtar Sarihan. Ne pas paraqitjeve të mira që unë kisha bërë në Europë me Napolin, po ashtu që lut me, por edhe në kampionat sepse kishte filluar sapo kishte filluar kampionati. Duke më pa, më rikthej edhe herë në kombëtar dhe pata luajtur disa vite tjera me kombëtarën. Shkuat më vonë tek në Azerbajxhan.
për të provuar një eksperiencë të re, për të menduar tek parat apo për të shijuar një eksperiencë ndryshe? Azerbajxhani po ashtu ishte i panjoftën për mua, Gjergji, ishte një zgjedhje për shumë arsye sepse kisha qef akoma të kontribuoja, domethënë jashtë Shqipërisë sepse njehesha veten mirë, domethënë për të marrë me maksimumin nga karriera. Sigurisht nuk mund të them që nuk shkova përpara, sepse çdo lojtar profesionist kryesori është pjesa e pagesës, aty ku ndihet mirë, por edhe kushteve tjera, domethënë të pretendimeve të atij ekip që ti shkon, sepse me thonë që ishte ekip pretendent dhe kishte luajt në kupat e Europës vit pas viti, domethënë presidenti ishte shumë ambicioz dhe përveç parave, domethënë me mbindën edhe kjo pjesa e projektit të klubit, domethënë. Dhe çdo sportist besoj duhet dhe bën një gjatë tillë, sepse paraja nuk ka çdo gjë. Ti nuk mundesh më zhvillu si lojtar nëse ti nuk ke një projekt të klubit, domethënë, nëse ti nuk ke lojtar cilësor aty, domethënë, në parat, domethënë, nuk të vlen në atë aspekt. Pra çdo lojtar profesionist mendoj që shikon edhe pjesën profesionale se sa mund të rritet ai si lojtar. 2 vite në Azerbajxhan për të rikthyer në Shkodër ku gjetë shiritin e kapitenit dhe e mbyllet pastaj në vitin 2015 me Vllaznin. E niset tek Vllaznia dhe e mbyllet tek Vllaznia. Kjo besoj që është dëshira e shumë kujt, edhe tifozëve, për të parë lojtarët e tyre duke mbyllur karrierën pas eksperiencave ndryshme ndërkombëtare për të parë lojtarët e tyre duke mbyllur me Vllaznin. Ajo ishte edhe dëshira ime, Gjergji, sepse aty ku e fillova kisha dëshirë që ta mbaroja. Dhe ashtu ndodhi, sigurisht mas eksperiencës në Azerbajxhan u riktheva tek Vllaznia, edhe me Kabulin atëherë ish drejtorit Armir Grima, domethënë me shokut tim që kisha luajtur më përpara me te, kishim marrë rezultate, ishte edhe dëshira e tij për të më afru. Dhe me kënaqësi patjetër pranova, sepse nuk doja të shkosha dikun tjetër në për ekipet tjera shqiptare, duke ditë që kisha dëshirë ta klusha dhe ta mbyllsha te Vllaznia. Dhe ishte pavarësisht se nuk ishte një situatë e mirë për Vllaznin në ato vite. Kam vujt shumë sepse ju kapën ndryshime si në kohën e Mesarçelës edhe në këtë rast iku presidenti Fusha e mori bashkia administrimin e Vllaznisë. Pikërisht domethënë sepse në paktën nga personalisht nuk isha mësuar që ta shifsha Vllaznin në ato nivele, domethënë sepse e kisha lënë në nivele të mira, kur ishte Valtieri, kur u shkuta herën e fundit, pra ishim në nivele të mira, ishim fituese kupës, vend i dytë, pra duke luajtur me Napolin, me skuadra e Europës, pra Vllaznia ishte aty ku i takan me. Dhe kur shkova tek Vllaznia, sigurisht vit pas viti problematike që kishim vit pas viti me bashkinë, pavarësisht se mundoheshim që të jemi korrekt me çdo gjë, po ishte e pamujtur për të arritur ato nivele, sepse ç'është e vërtetë ka pas shumë konkurrencë ato vite, pra ishte Skënderbeu, ishte Kuksi që u rikthy, ishte Laçi, ishte Tirana, erdhi Partizani, në bonën disa ekipe të forta, dhe sigurisht për Vllaznin që nuk ndoshta nga ana financiare nuk ishte shumë e fuqishme siç ishin këto ekipe, edhe vujtme, si thënë te kjo pjesë. Beqiri, jo shumë vite me Vllaznin, por rreth 200 kampionat, shiriti kapiteni vitet e fundit, deputimi me kombëtaren pikërisht nga Vllaznia, tretur në fe, njësi për Dugorinës dhe dy ndoshta jo shumë, por besoj që ndihesh mirë që ke dhënë kontributin tuaj për skuadën e qytetit. As që diskutohet Gjergji, sepse
jam mundu me dhënat më të mirë në teme të ky ekip, ku ndoshta për vetë historinë që ka ky klub, për vetë asaj që kjo fanelë të sjell një emocion veçantë, domethënë për çdo fëmijë që e mbron dhe pastaj kur ti bëhesh pjesë e kësaj mundohesh domethënë me mishë me shpirt që gjithmonë ti jesh maksimumin tënd për të dhënë kontributin. Dhe është një kënaqësi për çdo lojtar, është një kënaqësi për çdo lojtar dhe mendoj kënaqësi nuk është vetëm për shkodranët, është në kënaqësi për çdo jabanxhi që ka qenë pjesë e këtij klubit dhe është një nder për ta përfaqësuar këtë klub, ashtu ka qenë edhe për mua një nder dhe mendoj që jam mundu me gjitha forcët e mia domethënë që të jap një farë kontributit, të lë një farë shenjë te ky klub aq i madh shqiptar. E mbyll karrierën si sportist, por nuk u larguat nga futbolli dhe nuk jeni larguar akoma. Menjëherë si trajner, madje i suksesshëm me moshat, kampion me Vllaznia U19, zëvendës trajner me kombëtar në U17, pastaj trajneri i parë për ta mbyllur në Shqipëri tek Tërbuni. Pak vite, por shumë kontribut edhe si trajner. Duke që menjëherë e ashtruat rrugën vetes me sukseset me punën tuaj. Që është e vërteta, Gjergji, unë gjatë periudhës që unë isha duke luajtur Vllaznia, e kisha planifikuar pak a shumë, se ku mas futbollit të mësha me trajning. Unë kam marrë 2 licenca gjatë kohës që isha duke luajtur, kam marrë licencën B dhe A. Dhe në momentin kur lash futbollin, pastaj fillova u afrova tek ekipi U19, që ndoshta ishte diçka për mua diçka habi që po filloj direkt me U19, se zakonisht e mira thonë që duhet ta fillosh me poshtë më vogla, më të vogla që të krijosh edhe eksperiencën dhe edhe kur kam bën nuk ka në gjatë, sepse kur i duke mësu edhe do gabosh, por të merresh U19 ishte një përgjegjësi shumë e madhe nga ana ime, sepse u do të mi përgatit sa më mirë ato djem, sepse nesër u do të me kalu tek ekipi i parë dhe sigurisht për çdo problematikë që ato do të kishin tek ekipi i parë, gjithmonë atakohet trajneri moshave. Dhe atë vit që shkova përcolla domethënë ekip atë grup mosh, sepse unë mora dikun 2-3 muaj para se me marrë kampionat dhe fillu me kampionatin tjetër pastaj me një grup mosh tjetër dhe kemi bërë shumë mirë. Ata djem me të vërtet kanë qenë djem shumë përkushtu. Kemi bërë një kampionat shumë mirë që edhe u korrëzume me titullin kampion. Por ajo kënaqësia më e madhe është pakten nuk kam dhënë një farë kontributin në zhvillimin e tyre në aspektin profesional, por kënaqësia më e madhe që dhash një kontribut në formimin e tyre si njerëz, domethënë kryesorë, sepse në fundit nuk shohim vetëm pjesën profesionale, por edhe formimin si njeri. Mendoj që jam krenar domethënë për atë pjesën e punës që kam bërë ata me djem se akoma dhe me kujtojnë. Puna mirë tek Akademia Vllaznia, karriera tek kombëtarja si lojtar, puna e filluar, pastaj edhe si zëvendës trajner tek ekipi i parë i Vllaznisë bën që stafi i drejtues i Federatës Shqiptare të Futbollit t'ju besonte dhe detyrën e trajnerit kombëtar të U17. Besoj një tjetër vlerësim për ju. Ishte ato vjet ishte trajneri i kombëtarës U17, ishte trajneri kombëtarës, zëvendës trajneri kombëtarës, zëvendës i Buzhës, Xhemal Mosadanagic. Dhe duke qenë në pjesë atëhershëm
pjesë e ekipit kombëtar, ne kishim marrëdhënie, kishim mbrojt akoma marrëdhënie të mira mes njëri tjetrit dhe ai kur mori vesh që unë kisha lënë futbollin dhe kisha filluar pjesën e trajningut, masi marrova me ekipin e trive të Vllaznisë, më ofroi, duke bashkëbiseduar edhe me pjesën tjetër të federatës, me presidentin Mesëgjërej që të jem pjesë e ekipit kombëtar si Zëvendës. Pastaj mas një vitit kalova trajneri i parë i kombëtarës së 17 vjeçarëve, sepse trajneri Gjemoja, siç e quajmë, Xhemal Musadanagic, kaloi drejtori i ekipeve kombëtare dhe kishte dëshirë që ekipin e tij, domethënë, të ma linte mua, sepse edhe unë e njihsha si ekip, si nga që isha Zëvendës, dhe kam ndajtë rreth 2 vite trajneri i parë i kombëtarës së 17 vjeçarëve, ku mund të them që ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme për mua, të jesh trajner i një kombëtare, pavarësisht se të moshave, sepse më rriti shumë nga ana profesionale, të bash shumë tonamente, të marrësh pjesë nëpër kualifikuese, nuk ishte gjë lehtë, domethënë, dhe është një kënaqësi shumë e madhe për trajnerin. Në jetën e përditshme duke një natyrë shumë e qetë, por si trajner si është Elvin Beqiri? Mundohem me rrit qetësinë, gjërat jem poaj jetën e përditshme, por ndonjëherë edhe ndryshojmë pjesën e karakterit. Po nga ana profesionale, ku i kushton më shumë rëndësi? Taktikës, teknikës, përgatitetës fizike, apo të gjithë elementet së bashku? Ne jemi trajnerë dhe trajneri mundohet më fokusu gjithmonë tek pjesa teknike e skuadrës, për t'i dhënë një ide çdo lojtarit apo skuadrës në përgjithësi komplet. Patjetër duke u fokusuar tek pjesë tjera dhe tek pjesa fizike, sepse një sportist i duhesh ta përgatisë edhe nga ana fizike për të zbatuar ato detyrat taktike, dhe nëse nuk je i përgatitur fizikisht nuk mundesh as me zbatuar detyrat taktike. Por ne mundohemi gjithmonë fokusohemi tek pjesa teknike, taktike, sepse tashmë stafet janë të zgjeruar, pra mund kesh preparator fizik për t'i dhënë pjesën e rritjes fizike të lojtarit, apo pjesës tjetër, për shembull, që mund të jetë videoanalisti ose dikush tjetër që mund të marrin për shembull me gjëra të tjera. Por për një trajner kryesor është të fokusohen dhe të zhvillojnë pjesën taktike në mënyrën e të luajtur. Domethënë, kjo është ajo primare për çdo trajner. Ndërkohë si trajner të rritur është pak muaj, vetëm pak muaj me Hasan Ligën si ndihmës trajner tek Vllaznia dhe pastaj tek Tërbuni. E sheh veten në një jetar me trajner me një ekip të rritur? Masi u shputa nga ekipet kombëtare, po ashtu edhe nga Vllaznia, sepse unë isha shumë pak te Vllaznia atëherë me të nderuarin profesor Hasan Ligën. Kisha qef që t'isha trajner i parë të një ekip të rritunish, dhe ishte e vështirë për të kapë këto nivelet e Super League, sepse ishin plotësuar pothuajse çdo ekip me trajner, dhe unë kisha dëshirë që mos të priça ekipet e Super League për të bërë një punë, sepse ndryshe kur e merr ekipin nga fillimi dhe përgatit ti, dhe ndryshe është kur për shembull bëhesh pjesë e një ekipi në gjysmë sezonit, dhe duhet shumë kohë ndoshta për ta shfaqur atë idetë tuaja. Dhe unë kisha dëshirë që ta merrsha një ekip nga fillimi, nga në qenverë, dhe ta përgatitja unë dhe të shikoja duke sfiduar edhe veten, duke pa sa mund t'jemi zoti për të menaxhuar një ekip të rritunish. Dhe pastaj dhe prandaj edhe zgjodha Tërbunin, ndoshta jo një ekip me emër, por një ekip që për një trajner atëherë si puna ime,
pa eksperiencë në ekipet e të rrituna, domethënë që ishte një diçka dhe mendova që do ishte diçka e mirë për mua, për të zhvilluar, sepse njëherë trajneri i ri kur i ka të gjitha plotësuara, domethënë çdo gjë, ndoshta ndihet shumë komod te kjo pjesë dhe do të arrit me vërtetësi më mirë. Nuk fokusohet edhe shumë sepse çdo gjë në rregull, por pavarësisht se Tërbuni kishte ambicet e veta, atë vit fola me drejtuesit e atëhershëm, ata kishin qef që të rritë vetëm kategorit parë, sepse financiarisht nuk ishte përgatitur si ekip për të kaluar në superiore, dhe ne më mend që ne kemi bërë një kampionat mreslans me Tërbunin, me gjithë mbështetjen e drejtuesave, por kishim një ekip simpatik, me ekip që disa lojtarë sot luajnë në Super League, kemi qenë shumë afër daljes në Super League atë vit, sepse kemi humbur në play-off me Apollonin. Dhe ishte diçka pa besueshme për ambientin e komunitetin bukjan, për të pretenduar për dalë Super League, po ne arritme, domethënë përveç se ne siguruame qëndrimin në kategoritë parë, ne ishim shumë afër ndoshta për të kaluar edhe në Super League, pavarësisht se do ishte shumë e vështirë. Që keni gjatë karrierës si sportist keni punuar me shumë trajnerë të mirë. Keni pas një model që kërkojnë ta ndisnin tashmë vetë si trajner? Çdo trajner ka dëshirë që të krijojë atë fizionominë e vet dhe stilin e vet, pa diskutim. Unë mundohem domethënë që të marr eksperiencë dhe në ato vite që kam qenë ndihmës i këtyre trajnerëve me shumë eksperiencë, si Persor Gjemos apo Hasan Liks, domethënë kam qenë me fat që kam qenë dhe kam punu me ta. Jam munduar gjithmonë të marr më të mirën e tyre, dhe fitoj sa më shumë eksperiencë, që si një trajner i ka shumë nevojë që të ketë që të marrin eksperiencë dhe të ketë një farë arritje graduale nga ana profesionale, dhe për me mua ashtu ka ndodhur, por gradualisht nga ana profesionale rrita, domethënë duke marrë shumë nga këto trajnerët, dhe puna e një trajneri domethënë nuk marrën këto, puna e një trajnerit është e vazhdueshme, sepse çdo vit ti mundesh me marrë eksperiencë, pavarësisht se ndoshta nuk punon gjithmonë nuk e ke fatin me punu me trajnerë me eksperiencë, por puna ashtu siç kam punu kur kam qenë lojtar, kam punu shumë, ashtu mundohem që të punoj tani që jam trajner, sepse çdo vit dalin gjëra të reja dhe trajneri duhet të jetë gjithmonë koherent me pjesë të reja, domethënë mënyrat e çdo gjë që i përket anës profesionale. 33-34 vite i lidhur pa u ndarë për asnjë moment me futbollin. Keni bërë miq? Patjetër. Kemi miq shumë, domethënë jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj. Sporti i tillë është, domethënë të jep mundësinë me kriju shumë miq, njoftoni të krijon shumë dashamirës, domethënë unë akoma mbaj lidhje, për shembull, më mend që unë kam palut në Ukrainë me figura të futbollit botëror, siç është Yaya Toure, apo Jordi Cruyff, djali i ndjerit Johan Cruyff, apo me lojtarë tjerë që jemi nesh, janë eksperjenca jashtëzakonisht mëdha, dhe unë akoma mbaj lidhje me këto figura që dhe miq, se mund t'i quaj, sepse këta janë miq, kemi qenë gjithmonë në atë periudhë shkurt, kemi qenë gjithmonë bashkë, por pastaj në ambientin në komunitetin shqiptar kemi miq pafund.
Për një futbollist që ka qenë ndër më të mirët e Shqipërisë, lojtar 40 sa ndeshje me kombëtarën shqiptare, ka luajtur jashtë vendit. Ka krijuar të ardhat mjaftueshme financiare për të jetuar mirë? Unë mendoj që po, ndërgjësisht sepse ideja është patjetër që mbrapa mas një eksperiencë që të je futbolli i luajtur, ti të kesh diçka, të rush diçka që të vazhdosh të krijosh edhe sigurinë financiare për familjen tonë, për pastaj të krijosh mundësinë ti shkollosh çdo gjë, fëmijët ti japësh drejtim, dhe mendoj që ajo ka qenë edhe objektivi im, pjesa të ardhmeve financiare Dhe që e ke arritur. të shkojnë te pjesa e Si futbollist, kush ka qenë kundërshtari më i vështirë për Elvin Beqirin? Kundërshtari si ekip apo si lojtar? Me cilin ke hasur ndoshta më shumë vështirësi për ta markuar, ndoshta emri më i madh me cilin e ndeshur. Unë kam luajtur me shumë lojtarë, shumë emër, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Ronaldinho, shumë lojtarë, Figo. Duhet me mendu shumë gjatë për me tregu lojtarë që me emër botnor që kam luajtur. Por duke ditë që ti do të luash në nesmet me këto lojtarë dhe ndoshta kam ndaj pa fjet. Dhe përqendrimi ka qenë shumë i madh gjatë lojës edhe duke përqendruar shumë ti mundesh me arrit diçka jetë. Dhe mund të them që ndoshta lojtarë që më problematik që kemi pas kanë qenë ata lojtarë të panjohur ngaherë. Do të thonë që ata lojtarë ishin mirë, kishin cilësi. Po jo s'kishin vëmendjen e këtyre të tjerëve. Nuk ishin vëmendjen e këtyre, domethënë. Prandaj mund të them që ata lojtarë që ndoshta nuk i kena njoft kanë qenë më problematik. Cili ka qenë trajneri që ka lënë më shumë gjurmë në formimin tuaj? Indieri Tan Boshati. Ai që edhe mbështetjen e dur për të bërë hapin e dur tek Vllaznia? Po. E tham këtë sepse ka qenë trajneri që me dha drejtimin e duhur, për të vënë futbollist. Dhe normalisht për çdo lojtar të asaj moshe, domethënë është fat i madh që të kesh në trajner, domethënë që të jep drejtimin profesional e shumë gjana, domethënë ato parimet për të bërë një futbollist. Dhe jo se s'mi ka dhënë trajnerë të tjerë, kam pas fatin, kam pas edhe trajnerë të shumë mirë të moshave si Ismet Hoxha apo Kim Media apo Luan Vakatana, që patjetër më ka dhënë ata këshillat, por një ndër kryesorët ka qenë Artan Boshati, Indieri Artan Boshati, që ka qenë si prind për mua, domethënë. Presidenti Ai ishte prind me gjithë, por për mua ka ndiku shumë, domethënë, në karrierën time. Presidenti që ju ka mbështetur më shumë? Patjetër Indieri Meftar Qela, sepse ashtu siç e thash edhe më përpara, ishte personi që me zhvilloi, nëse mund ta quajmë kështu, me zhvilloi dhe me promovoi në arenën ndërkombëtare. Po ta quajmë kështu sepse në kombëtare unë isha tash me i promovuar, i afirmuar, po me insistimin e tij për të qenë pjesë e kombëtares, pra dash ti bëhesh lojtar ndërkombëtar dhe mendoj që presidentin që më ka mbështet ka qenë Meftar Qela, që jam shumë mirë njohës atij dhe familjes tij. Tashmë në Kanadanë e largët, ndoshta shumë kush nuk ju ka pranë, nuk i njeh se çfarë po bën, nuk e di se çfarë po bën Elvin Beqiri. Do të jetë edhe atje Elvin Beqiri i suksesshëm apo mendon ndoshta në të ardhmen që të ketë
një postim për të treguar sërish se është paq i vlefshëm sa që ka qenë si futbollist edhe si trajner tashmë. Nuk ka qenë vendimi lehtë për mua për të largu nga Shqipëria në një vend tjetër, mendoj për askën, por jeta tillë është, unë u kisha dëshirë, domethënë përveç se të jepsha një mundësi familjes teme në Kanada, të jepsha një mundësi vetes, pra një eksperiencë të re vetes time atje. Dhe sigurisht për momentin unë mendoj që të vazhdoj edhe ato planet e mia, projektet e mia atje, por pse një ditë edhe mund të rikthehemi përsëri në vendin tonë, të japim kontributin ashtu siç kemi dhënë më parë. Kështu që asnjëherë nuk i dihet. Ajo që është më kryesore, domethënë është që unë paktën të jem pjesë e sportit, domethënë edhe për një kohë gjatë. Elvin Beqiri, ishte kënaqësi që kishim rreth 70 minuta në këtë bisedë për kujtuar disa nga etapat më të rëndësishme të karrierës tuaj. Besoj që keni lënë diçka pas në karrierën tuaj, kryesisht si sportist, por edhe ato pak vite si trajner keni lënë gjurmë dhe shpresoj që të keni po kaq shumë edhe në të ardhmen. Faleminderit Gjergji, të përgëzoj për këtë podcast, tashmë janë bërë të modës, dhe ne na shumë komod gjatë një intervistë tillë, domethënë për të folë për çdo gjë, domethënë rreth karrierës tonë, dhe të falenderoj shumë për ftesën që më ke bërë dhe mundësinë që më dha. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ishim në këtë emision numër 60 podcastit tonë me ish futbollistin vllaznisë kombëtare shqiptare Elvin Beqiri. Natën e mirë, takojmë sërish në emisione të tjera.